Kira nis? Që jep e gletit kësë është e ka haru të unë. Ka haru në gjep të më. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina wa habibina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ejma'in. Në dersin e kësaj dite, duhet të përqendrohem tek një ngjarje që ka ndodhur shumë shekuj më përpara. Një ngjarje të cilën na e tregon Imam Dhahabiu në veprën e tij të mirënjohur Siyar A'lam an-Nubala, por edhe dietarë dhe historianë të tjerë që e regjistrojnë këtë ngjarje. Dhe bëhet fjalë për një personazh i cili quhet Farrukh, baba i Rabiatur Rey. Edhe Rabiatur Rey është prej dietarëve të hershëm të Medinës së pejgamberit tonë alayhi salatu wasalam, edhe konsiderohet prej mësuesve të Imam Malikut. Ky zotni doli për në xhihad. Edhe duke u përshëndet me të shoqen, i la asaj 30.000 dinar, një pasuni të madhe, dhe ja la amanet të grusë të ti. E la të shoqen 7 zanë dhe prishin një fëmijë. Pas 27 vitesh, ky zotëri kthehet në shtëpinë e tij. E ke parasysh të bëhet fjalë për 14 shekuj më përpara. As nuk ka pas mjete komunikimi, as ka pas posta, as ka pas mundësi për me komuniku si kurse njerëzit komunikojnë sot. Edhe ai me tehun e shpatës së tij e shtyn derën e shtëpisë. Dhe befasohet që përballë tij del një djalë i ri. Edhe i thotë: "O armik i Allahut, ky hyn në shtëpinë time, edhe në shtëpinë e familjes time, sepse kanë pas nerin të shenjtë. Sepse neri në Islam është i shenjtë. Jo sikur se shohim dhe dëgjojmë edhe ka propaganda të djallëzuara sot për të heqë kufit, për të shkri kufit, për të heqë perdet, për të shky perdet e turpit, për të abuzu me nerin, për të lujt me moralin, për të prish ekuilibrat e familjes, për të miratu ligje të djallëzuara kundër familjes dhe kundër asaj çfarë Zoti i gjithësisë kërkon dhe don prej nesh, nëpërmjet udhëzimit kuranor, e nëpërmjet udhëzimit shekullor përgjatë shekujve, nëpërmjet pejgamberëve të tij. Dhe njëkohësisht djali reagon ndaj personit të panjoftun që ka hyrë në shtëpi dhe i thotë: "Ti je armik i Allahut." Edhe ky thotë: "Ti je armik i Allahut, ti ki hyn në shtëpinë time, ti ki hyn në shtëpinë time", dhe të dy llafosen me të madhe me njëri tjetrin. Dhe nuk e njohin njëri tjetrin. E zoja e shtëpisë në një zhurmën, edhe del me të shpejt: "Ç'a është kjo zhurmë? O armik i Allahut, o armik i Allahut, ki hyn në shtëpinë time, jo ti ki hyn në shtëpinë time. Jo më ke prek nerin, jo më ke prek nerin, se shtëpia është ner. Edhe pasunia është ner. Jo sikur se sot që ka përpjekje të vazhdueshme sistematike për ta çndëruar pasuninë e tjetrit, për ta grabit pasuninë e tjetrit, për të abuzuar me pasuninë e tjetrit, dhe për ta gëzuar pasuninë e Zotit i pamunduari, siç e shohim në shumë vende, në zemër të Shkodrës e në çdo cep të qytetit tonë, në krejt këto vende dhe përtej. Ajo gruaja vërtet më të madhe, Farrukh, i thotë të shoqit: "Ky është djali jot, Rabia." Dhe i thotë të birit: "Rabia, ky është baba jot, Farrukh." Dhe ato përshafohen me njëri tjetrin dhe përloten, edhe normalisht që ndodh një skenë plot emocione, babë e birë takohen për herë të parë në jetën e tyre. Ai ka jetu 27 vjet pa baben, baba ka shku në xhihad, a ka ra dëshmor, a ka pështu, a është gjallë, a ku është. Edhe ky zotëri që një zot i din se ku e ka qu, rrjedha e kaderit, edhe ku ka shku, e ku është përpjekje, ka luftu, edhe i ka shërby interesit të islamit dhe muslimanëve. Më pas, burr e gru janë vetëm
në dhomë, duke bisedu ku ishe, si ishe, që nolli, që asnolli, dhe një histori e gjatë. Dhe zotnia i thot të shoqes, ma silla amanetin që të kam lanë. 30.000 dinar. Fjale madhe. Edhe jo thot e kam gropos amanetin tanë, edhe pasunin tane, do të nxjerrë, do të sjellë. Të nesërmen, Rabia del për të shkuar në xhami. Dhe në xhami kishte një hallk ku jepte ders dhe kishte një ligjërat. Ky ishte bajditun, ky nuk ishte do kushdo. Edhe në mezhlisin e tij prezantonin edhe ata që do të ishin nesër fuqahat e ardhshëm të Medinës së pejgamberit alayhi salatu wasalam. Hazreti Malik ibn Anas, Imam Maliku i Madh, El Hasan ibn Zaid, e të tjerë që do të baheshin, kush do të baheshin, ishin krejt nxënësit të këtij zotnis, këtij djalit të ri, 27 vjeç. Gruaja i thot burrit, merr abdes dhe shko dhe falu në xhamin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Edhe jepi selam pejgamberit alayhi salatu wasalam, sepse i kthy nga xhihadi, ke ardhur në Medinë, alhamdulillah. Edhe pastaj mirë se të vish në shtëpi. Edhe ky zotnia shkon në xhamin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, hyn mbrëm, edhe befasohet se ndëgjon një zhurmë atje. Çfarë është? Një mezhlis i madh. Një hallkë e madhe, një kallabllëk i madh. Do dikush që flet. Po nuk flet si po flasun tash me mikrofona, me altoparlanta, mund të mundi zani dhe atje jashtë edhe. Jo. Edhe ky habitet edhe shikon edhe nuk i beson syve. Ore, ky është djali im apo kush është ky? Edhe e pyet dikën e thot, zotni, kush është ai që flet? I thot, është Rabia ibn Farrukh. Është Rabia, djali Farrukhut. Ky ishte Farrukhu vet. Edhe ky kënaqet, Allah. Shpër djali im të majt ders në xhamin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Edhe xhamia e mbushur plot. Allah. A ka mërë diçka më të madhe se kaq? Dhe tha, ne kur kemi ndonjë ceremoni edhe ftohemi në shkolla, edhe fëmijët tonë kanë fjala vjen një recitim apo diçka, marrim krejt farefisin për me fotografue, me regjistrue, me duar trokite, me dikush mi çuj lule, dikush një recitim të vogël. Tash që vinë edhe këto festa e 28 nëntorit edhe krejt prind shkojnë nëpër shkolla, nëpër kopshte, se fëmijët kanë ato recitimet e tyre për himnin, për adzeun, për jema me dhënë ders në xhamin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Kthehet në shtëpi i lumtur. Edhe i thot grus, Allah, ore që kam pasat më sytë e mi, me ta falë krejt botën. Dhe thot, djali jot ka arrit në ca maja që nuk kam pa dietarë dhe fukaha gjithandej në përbot, ku kam kenë. I thot, qa është ma e dashtën për ty? A 30.000 dinar, apo pozita ku ki pa djalin të nësot? I thot, me ti falë për 30.000 dinar edhe ku ka qpim kjo që kam pa unë sot? I thot, krejt ato 30.000 dinar unë i kam shpenzu për me më rrit djalin këtu ku kam rrit sot. I thot, pasha Allahun, nuk e pas ke shpërduru pasunin time. Pasha Allahun, nuk e pas ke shpërduru pasunin time. Edhe përfundon ngjarja. Ku është thelbi i kësaj ngjarje të dashurit e mi? Thelbi i kësaj ngjarje është ajo që e lexojmë edhe në librat edhe porositë më të urtëve, që thonë se godina më e mirë që ndërtohet e duhet të ndërtojmë është njeriu. Dhe nuk ka investim më të madh në jetë që mund të bëjë dikush më mirë e më shumë se sa investimi për edukimin e fëmijëve të tij. Kuptojmë nëpërmjet kësaj ngjarje se fëmijët janë amaneti i Allahut Azza wa Jall për prindët e tyre. Allahu Azza wa Jall kur thot në Kur'anin famëlar se do të pyeteni atë ditë anin naim për mirësinë. A ka mirësi më të madhe për prindin se sa me i falë Zoti një fëmijë, shnoshë mirë? Edhe me u kujdes për edukimin e fëmijës së tij. Edhe me e pa fëmijën e tij duke u rrit i hajrit. Edhe duke u begatu në çdo ditë me rezultatet e rritjes normale edhe të shëndetshme të fëmijës,
Ka prind që ti e sheh dhe thu, Allah, Allah, i lumi ky, baba i kujt është. Ose e lumja kjo, nana kujt është. Ka prind që ti i sheh duke ecë me kry poshtë dhe thonë, Subhanallah, kush ka qenë ky zotni, edhe kush është ky zotni, por që ja ka thy kurrizin i biri ose e bia. A është kështu apo jo? A është kështu apo jo? A keni një gjuhë? Edhe këte? Po Allah subhanahu wa ta'ala me të dhanë begati dhe mirësi, me i eduku si duhet fëmijët tuaj, dhe me shpenzu pasunin tane sa të jetë ajo. Për fëmijët tuaj do të thotë se Allah azza wa jall të ka ndëruar këtë botë edhe në jetën e përtejme. Se si ta lexojmë ndryshe ajetin kuranor, të cilin shpesh herë e përmendim, që është një dua që na e mëson Zoti i gjithësisë nëpërmjet pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe këtë dua e vendosi cilësi prej cilësive të besimtarëve, të cilët luten që Zoti ynë Rabbena hab lana na dhurni min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ata që luten që Zoti ynë na i ruaj, na i begato, na jep marsi, na jep bekime në gratë tona, në fëmijët tanë, dhe na i bën që t'i kemi në bebe të synit. Çfarë do të thotë me e pas gruan edhe fëmijët në bebe të synit? Me ken i përgjegjshëm për gruan edhe për fëmijët. Me ken burri musliman i përgjegjshëm edhe me eni peshen e përgjegjësisë që ka për misupe për bashkëshorten e tij dhe edukimin e fëmijëve të tij. Nuk ka gjunah më të madh se sa njeriu me abuzu edhe me lan pas dorët përgjegjësinë që e ka ngarkuar Zoti i gjithësisë. Dhe ty si burr, Allah azza wa jall të ka ngarkuar me një përgjegjësi shumë të madhe. Bashkëshorten tane me e dasht, me e respektu, me e mbrojt, me e pas në bebe të synit, sa është nana fëmijëve. Dhe edukimin e fëmijëve. Edukimi i fëmijëve. A merremi ne me fëmijët tanë? Apo jemi mësuar keq për t'ia falë fëmijët tanë shejtanit të mallkuar? Se kur prindi nuk pyet për edukatën e fëmijëve, nuk përpiqet për edukimin e tyre, nuk përpiqet për namazin e tyre, nuk përpiqet për moralin e tyre, edhe fëmia është i lidhur ditë natë me televizionin, me celularin, me tabletin, jepi një celular dhe të rri një cep aty, nëzja televizorin dhe të shohi një film vizatimor aty. Mos mendoni se ky fëmijë që në pamje të parë ti e ke hesh nga jeta e jote, do të sjell berishet nesër në jetë, e do të rritet i hajrit. Jo. Rritet i hajrit kur është në sytë tuaj, në nënvëzhgimet tuaja, në kujdesin tanë. Që në kujdesin e televizorit, si në kujdesin e tabletit, si në kujdesin e celularit, si në kujdesin e të hujit, në sytë tuaj. Kjo është një përgjegjësi shumë e madhe, që të gjithë ne jemi përgjegjës për të para durave të Allahut azza wa jall. Dhe të gjithë ne të duhet të përpiqemi e të angazhohemi maksimalisht për të mos humbur as edhe një sekond të vetme. Edhe thuj, nëse unë kam abuzu dhe kam lanë mas dore deri më sot, thuj bismillah, nga sot e tutje, se asnjëherë nuk është vonë. Mram, po ktheheshim nga një udhëtim, edhe një prej vëllezërve të mi flet në telefon me të birin. Si të kaloj dita, bab, si shkoj dita, bab, ç'a bane sot, kam kënë në kurs, si shkoj kursi, ç'a të mësuesi, jashtëzakonisht mirë. Flitni për me fëmijët, flitni me fëmijët, komunikoni me fëmijët, qoftë edhe me celular, pyetni. Hapja zemrën. Bëni fëmijën me kënë shoku i jot, i dashur i jot, me pas besim të ti, jo me pas mbrojtje prej teje. Jo me hezitu me komuniku me ty, se me këto flasin nëse nuk flet me ty. Pastaj djali i vogël
I tha babës që sot kam mësu 3 suret e fundit. Mashallah, mashallah. Kam mësu surën Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbin nas, mashallah, mashallah. Mashallah. E jashtëzakonisht mirë. Kur fëmia mëson, kur fëmia thellohet në dije, kur fëmia na surprizon me diçka të mirë që ka mësu. Mësoni për fëmijët, edukoni fëmijët, rrini afër fëmijëve. Dhe po e përfundoj, e qenë se dhe koha po afrohet për të e kënu ezanin e kësaj dite të bekuar, një ngjarje të cilën e kam treguar para disa kohësh. Edhe që gjithsesi në kontekstet e kësaj dite dhe këtij dersi qëndron jashtëzakonisht mirë për ta përfunduar. Një mësues një ditë i zemëruar edhe jashtë ekuilibrit, siç fatkeqësisht shumë mësues sot kanë humbur ekuilibrin e të qenurit edukator, e godet një fëmijë. E godet, e rrah. Që normalisht është veprim i patolerueshëm dhe i papranueshëm nga kushdo qoftë. Kushdo qoftë. Ai që prek fëmijën me dorë e ka humbur llagepin e edukatorit edhe mësuesit. Ai fëmia del nga klasa edhe nuk kthehet më në shkollë. Ati mësuesit i ngel peng kjo. Kalojnë vite, ai del në pension, kalojnë vite, dhe ai kërkon për këtë djalin. Kërkon për këtë djalin. E gjen atë djalin. Ishte punojës i rëndom të një prej institucioneve. Shkon edhe, hyn në atje në administrat, kërkon për të, më rrin tek ai. Selamu aleikum, ai eshe. Edhe nuk lun vendit. Thot aleikum selam. I thot, a mjefti mu mërbir? I thot, po, ti je profesor filani. I thot, unë kam ardhur për me të kërku falje. Sepse dikur, unë kam ba një veprim që nuk ka dash me u ba, jo për që e kam ba. Unë kam godit ty. Dhe kam ardhur me të kërku halal. Djali i thot, a njeh ti profesor filanin? Pedagog në universitet? I thot, pa tjetër që e njoh. A njeh doktor filanin, një mjek i famshëm në spitalin e qytetarës të Shkodrës? Pa tjetër që e njoh. Kanë qenë shok me ty, keni qenë një klasë. I thotë pikërisht, ata e vazhduan shkollën, edhe u ban kush u ban. Unë nga veprimi jot dola nga shkolla, edhe e lash atë, edhe ja ku jam sot. Edhe nuk ta bëj halal ty, as në këtë botë, as në ahiret. Edhe nesër llogaria është me Zotin e gjithësisë. Kaq. Kaq. Po ka disa gjëra që në jetë nuk ka halal për ato. Nuk ka halal për ato. Sidomos kur i prish jetën dikujt. Një mësues që prek me dorë fëmijën është njeri i padenj, jo për shkollën, po për t'i thënë njeri. Një mësues që e konsideron nxënësin, fëmijën, si ti ishte armik, ka nevojë me u kthy në kopsht, sepse ka probleme në zanafillën e edukimit. Ai me siguri është keq eduku. Prandaj ne shohim në gjurmët e pejgamberit ton alayhi salatu wasalam, shikoni për shembull pejgamberin me nipat e tij, me mesat e tij. Është jashtëzakonshëm. Është jashtëzakonshëm deri në detajet më të vogla. I thot një ditë Husejnit të vogël, apo Hasanit të vogël, një prej nipave të tij, që ishte ulë me marrë një hurmë që kishte rënë në tokë. A ka diçka me e marrë atë hurmën edhe me hangër? Dhe ku në Medinë, vendi i hurmave. I thot këh. Se do mos e prekate. Një nuk e hamate. Shiko me eduku ti gjatë më të vogla. A nuk është pejgamberi unë alayhi salatu wasalam që e merr ulet nga minberi ditën e xuma, me kap djalin e vogël, nipin e vogël, të madhin Hasan alayhi salam, edhe me e marr në krah dhe me than, ky është zotni, djali im është zotni. Është zotni. Kur ka qenë hera fundi që i ki than djalit tënd apo nipit tënd në mes të sa burrave dhe më të mirëve burra, ky është zotni. Por me eduku, me uni mirë, me uni fort, me uni
Unë jam zotni në krah të pejgamberit, unë jam zotni në krah të babës, në krah të gjyshit, në mesin e burrave më të mirë të lagjes, qytetit. Ai nesër bëhet zotni, siç u bë zotni Hasan ibn Aliu. Tamam? Meseleja shumë e thellë të dashurit e mi. Allahu subhanahu wa taala për fund për të lanë një shtek të hapun për dersin e javës tjetër, nëse kemi jetë dhe mërsi, Allah azza wa jall urdhon në Kur'anin famlar duke na treguar për seriozitetin e kësaj teme. O ju të cilët keni besuar, qu anfusakum wa ahlikum nara. O ju të cilët keni besuar, ruajeni veten tuaj dhe familjet tuaja nga zjarri. Cili zjarr? Cili zjarr? Me u marrë me edukimin e fëmijëve. Me ju përkushtu më shumë fëmijëve të dashurit e mi. Mos me ilan fëmijët me shku pas trendeve të djallëzuara të kohës. Allah azza wa jall na ruajt edhe na begatoft ne dhe familjet tona, edhe na udhëzoft drejt më të mirës, walhamdulillahi rabbil alamin.